Muret e spitaleve në Shqipëri, katedralat e përgjegjësisë dhe lutjeve të pashprehura. Në një vend ku feja dhe kultura ndërthuren në mënyrë unike, muret e spitaleve shqiptare mbajnë një histori të rëndë. Ato janë dëshmitar të panjohur të shpresave, anktheve dhe lutjeve që rrjedhin më shumë se në çdo tempull fetar. Kjo nuk është thjesht një metaforë, por realiteti i një sistemi shëndetësor që përballet me sfida kronike, nga gabimet historike deri te presioni i pandemisë. Një historia dhe pesha e mjekësisë, nga legjenda tek realiteti. Spitali Ushtarak Qendror Universitar, themeluar në 1929, është një simbol i mjekësisë shqiptare. Me një histori 91 vjeçare, ai ka shërbyer jo vetëm ushtarëve, por edhe civil, duke u bërë një legjendë për shkak të profesionalizmit të stafit dhe kontributit në zhvillimin e mjekësisë. Megjithatë, dokumentat zyrtare nga epoka komuniste, 1977, zbulojnë gabime fatale, transfuzione të gabuara të gjakut, operacione të përcjellura me pakujdesi dhe vdekje të shkaktuara nga neglizhenca. Kjo tregon një kontrast midis ambicieve dhe realitetit, një luftë që vazhdon edhe sot. 2. Akreditimi dhe presioni i cilësisë, një ritëm i vështirë. Nga viti 2023, akreditimi i spitaleve bëhet periodik, çdo 5 vjet, me qëllim garantimin e standardeve. Lista e ASK-s tregon se shumica e spitaleve rajonale kanë akreditim 3-5 vjeçar, 2022-2027, ndërsa disa, si Spitali Rajonal Kukës, kanë vetëm 2 vjet vlefshmëri. Kjo tregon një sistem të fragmentuar, institucione me besueshmëri të lartë, të tjera të varura nga rinovimi i shpeshtë. 3. Pandemia, testimi i kufive të sistemit. Gjatë COVID-19, Shqipëria regjistroi një rritje prej 38 të vdekjeve në 2020, më e lartë se shumica e vendeve evropiane. Kjo shpjegohet me mungesën e infrastrukturës dhe menaxhimit të dobët. Vala e tretë e pandemisë 2021 solli një rritje prej 78,6 të vdekjeve në shkurt, duke reflektuar një kolaps të kapaciteteve. Në këto kushte, lutjet e pacientëve dhe familjeve u bën më të dëgjueshme se ndonjëherë. 4. Jetëgjatësia, triumfi dhe tragjedia. Në vitin 2021, jetëgjatësia mesatare ishte 76,5 vjet, me gra që jetojnë 4 vjet më shumë se burrat. Me gjithë përmirësimet nga vitet 1950, nga 54, 4 në 77, 3 vjet në 2020, pandemia reduktoi këtë tregues, duke zbuluar dobësitë strukturore. Qarku i Kukësit dallohet për jetëgjatësinë më të lartë, 77, 4 vjet për burra, ndërsa Gjirokastra mbetet në fund, 70 vjet, një tregues i thellë i pabarazive rajonale. 5. Krahasimi me tempujt fetar, ku futen shpresat. Ndërsa kishat, xhamit dhe sinagogat simbolizojnë paqe shpirtërore, spitalet shqiptare janë arena të luftës për mbijetesë. Në një sondazh, 53 e shqiptarëve e quanin sistemin shëndetësor të dobët dhe ky mosbesim shndërrohet në ankth të përditshëm. Pacientët mbështeten në lutje jo për shkak të besimit, por për shkak të mungesës së alternativeve. A mund të shndërrohen spitalet në shtëpi shpresë? Muret e spitaleve nuk janë vetëm beton, ato janë pasqyrë e një shoqërie që lufton për të harmonizuar traditën me modernitetin. Nga legjenda e Spitalit Ushtarak deri te sfidat e sotme, çdo tull e murit flet për një kombin që kërkon shëndet në mes të kaosit. Për të ndryshuar këtë narrativ, nevojiten jo vetëm akreditime, por edhe një revolucion kultural, ku besimi në institucione zë vendin e lutjeve të pashpresa. Në Shqipëri, shëndeti është një lutje e përditshme, jo në tempuj, por në korridoret e spitaleve, ku shpresa dhe desperimi ndahen në të njëjtën dhomë.